Ish diplomati amerikan James Rubin dëshmoi për 3 ditë në Hag. Ai ishte dëshmitari i parë i thirrur për të dëshmuar nga mbrojtja e Thachit. Rubin e nisi dëshminë e tij më 15 shtator duke thënë se Hashim Thaçi kishte rol kryesisht politik dhe nuk kishte kompetenca për vendime ushtarake brenda UÇK-s. Sipas tij ai duhej të merrte miratimin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Së fundmi në një intervistë, Rubin ka folur për dëshminë e tij, shkruan gazeta online Reporteri. Ai ka thënë se gjatë dëshmisë 3 ditore të tij si dëshmitar i mbrojtur në gjykatën ndaj krerëve të UÇK-s, pyetjet e gjyqtarëve ishin të anshme. Rubin tha se kjo gjykatë duhet të bëjë gjën e duhur dhe ta shpallë të pafajshëm Thaçin dhe ish kolegët e tij ish krerë të UÇK-s. Unë dëshmova për 3 ditë të gjata, por duhet të them këtu se gjyqtarët, për habin time, më bën pyetje që dukeshin jashtëzakonisht të njëanshme. Ato nuk tingëllonin si pyetje që kishin për qëllim gjetjen e fakteve. Prokurori ka të drejtë të paraqesë rastin e tij, po ashtu edhe mbrojtja. Gjyqtarët mbledhin evidenca në mënyrë që të mund të japin një gjykim, dhe nga pyetjet që moran nga disa gjykatës pata ndjenjën se ata tashmë kanë vendosur që UÇK ishte një organizatë komplet funksionale që Hashim Thaçi ishte në krye të saj, çka nuk është e vërtetë. Kjo gjykatë duhet të bëjë gjën e duhur, ta shpallë të pafajshëm dhe pastaj Shtetet e Bashkuara së Bashku me Europën duhet të ulen në udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë dhe të rregullojnë këtë problem. Rubin u shpreh në një intervistë për gazetaren amerikane Christian Amanpour.